Ka shumë vite që familja Imeri është haruar nga shteti. Në këtë familje jeton 36 vjeçari Rasim Imeri, person me invaliditet dhe i bërë 9 herë operacion, por pa sukses. Shteti, qoftë ai lokal apo ai qendror, nuk e shet arsyeshme të ndërmarrë ndonjë aktivitet që këtë familje 8 anëtarshe ta nxjerrë nga skamja. Nuk ka ndihma sociale, fal personave human marrë në muaj afër 3700 denar. Ata i kam vetëm sa për të mos e pasur barkun të unët unë dhe familja ime. Ndihma sociale nuk kam ku të marrë dhe më duan edhe për kontrolle dhe për t'i dërguar fëmijët në shkollë, por me ndihmën e Zotit ja dalim dyqysh. Deklaroi Rasim Imeri, person me invaliditet i cili pas 9 operacioneve nuk pati shërim. Rasimi thot se fal bamirësve këtë muaj të Ramazanit ja del disi, por i pyetur nga televizioni Koha se si ja del gjatë 11 muajve të tjerë të vitit, Rasimi thot se vetëm ai e din se si ja del me të gjitha harxhimet. Jeta katastrofë. S'mundet të mbrojsh kur gjo me që. As trojën, mailin, atë hash, atë pajsh, s'mrahet kur. Kom pas, bere faleminderit nga në gjithë shoqënive këtë ato, kanë ndihmu ka pak çdo herë, jo se më bërë nga gjatë operacionit. Për herë shoqënia kanë ndihmu, bamirësit. Çdo herë janë gjendë atë na kanë ndihmu. Aty ne falenderoj inshallah Zoti që problem. Tash gjatë muajit të Ramazanit kemi pas ndihmë. Po faleminderit. Tash Zoti që problem. Çdo herë dashamirët vërpojnë atë mënyrën kur duhet. Po çajo është e marrën, se kjo është hajde një është muaj përmirësisë, njerëzit të ndihmojnë. Me po 11 muaj tjerë është shumë rëndë të t'i kalosh. Shumë rëndë, gjithë vajtë të shkollat, jo duhet spitali, kontrollat ato, s'mledhen këllë. Bede, qëtash për tash duhet të bërë ndihmosh një shoqënie, marrë që të protezën të ndëroj, duhet djenë shkup, djenë ndi, këndi, duhet a jetë. Shtetë Zotin nëse ka bojë mërë dhe marë. Vetëm unë e di se si jetoj është shumë vështirë kur i shikon fëmijët në këtë gjendje dhe nuk ke mundësi që t'u ndihmosh. Vetëm shpirti ime di se si ja përballoj, thot 80 vjeçari Ajredin Imeri. Ajredini thot se nuk e din se si do t'a kaloj dimrin kur nuk ka siguruar as dru për ngrohje, ndërsa ka një vit që nuk i ka paguar rrymën elektrike dhe është i vetëdijshëm se një ditë do t'a shkyçin nga rrjeti elektrik, por skamja e bën të veten. Më ka shkue e rëzi, gjithë me smun, gjithë me andi, me kandi, nuk mundem me i dhonë, hiq kur qishi jetës, raj pagajre me s'komet raj. Shperti jeme di se që ka heko ma. Ti pune, shkusha të ki shkup, në më qindom. O pet neset, shkusha në punë. O pet, shkusha e shepsha. Ndim bere absolut në për shtetit, nuk kemi pas. Gjithë me gjerset e moja, as drumë. As struj që një motë mëtë kur këm pa gjuhë, manqa. Një motë kur këm pa gjuhë. Erdhën ta presën, ope u luta e lanë. Sot në këtë familje trokiti Forumi Rinor Islam, të cilët në kuadër të aktivitetit të shportës Ramazanit, familjes Imeri i dhuruan disa pako nga ky aksion. Ahmet Imeri deklaroi se aktiviteti i Forumit Rinor Islam vazhdon dhe se aktivistët e këtij forumi janë duke ndarë pako në malsinë e Tetovës. Sot ishim në vizitë të familjes Imeri këtu në Tetovë dhe u ndam disa pako të shportës së Ramazanit. Aktiviteti i shportës së Ramazanit vazhdon ende nga Forumi Rinor Islam dhe Kalleri Mirësisë. Krahas asaj që sot u ndan disa pako kësaj familje, sot aktiviste Fërihis gjendën edhe në malsinë e Sharit, në fshatrat e Gajrës, Bozovcës, Brodecës, Çepkovicës, po ashtu edhe që ndajnë paku të Ramazanit, pas atyre pakove që ndam për një javë në fshatrat e Dërvenit. Aktiviteti i shportës Ramazanit vazhdon dhe do të ngelet deri në fund të Ramazanit.
Tani më kanë ngelur vetëm edhe disa ditë deri në përfundim të muajit të Ramazanit, ndërsa hallet dhe skamja në familjen e Imeri do të vazhdojë edhe në të ardhmen, derisa pushteti qendror apo lokal do gjejë një zgjidhje për këtë familje.